më qartë se zoti dhe unë këtë gjë, se unë nuk jam 24/7 e ngjitur. Më kupton? Duke se goca që ka hy me këmbën e gabuar. Se ka hy me një puthje cila është në mes të një çifti, nuk ishte në mes të një çifti, ishte një çiftitar. Po dëgjoj më një sekondë, se harroa sa dush. Ka marru, unë tisha, larg qoftë, unë tisha, gjokto unë tisha në këtë pozicion, prit, hyra, e më hyra, u doli video, vëlla, faleminderit. Nuk ka rëndësi, e kupton çfarë po të them, se kur del jashtë, unë dal moment i pasër, them. Unë dal jashtë edhe pastroj imazhin tim. Nuk rri unë brenda, edhe hajta sjeroj tash. Çfarë do sjeroj? Ishim shoh. Ti imazhi jot ka dy lloj njerëzish. Protagonist dhe antagonist. Është zgjedhja e tyre nëse ata duhet ka dhe njerëz që janë antagonistë dhe janë interesant për spektaklin. Për publikun. Po pra, po interesi i publikut është të shohë një gjë pastër, jo fake, se fake sa dush. E kuptoj ato gjë, po ku ti ne është pastër apo fake? Atë vendos publiku nga jashtë. Prandaj është 49. Sepse mund të jetë fake edhe gjëja e tij. Një sekond. Edhe gjëja e tij pas 4 vitesh valla. Po një sekond pra. Një sekond. Prandaj është 49 dhe ai djali e këtu brenda e ka imazhin më të pastër se ajo vajza. Sepse ajo vajza do t'ikte në zartëzi. Po çfarë po bën? Ajo ja ka prerë rrugën. Po ku dim gjona? Ik pyete. Po tash edhe ne ku dim gjë se çfarë bën. 49 me 51 thamë. Ti më thosh 49 me 51. Okej, është patjetër mendim i yt. Po 2% më i kam dhënë, se si kam dhënë gjithë jetën. Okej, gjithmonë jetë 2% ose te minuti 2. Autobusi minuti 2. A the autobusin minutë 2 iku? Ja minutë 2 iku. Autobusi minutë 2 ra. Po ra. Po ç'ti bëjmë? Do bjerë pra. Autobusi. Inshallah për ty, inshallah për ata që kanë interes. Çfarë interesi ke ti për shkak? Çfarë do të të pëlqente ty? Kush do të pëlqente ty që të dilte? Jina për gjën që ka si të bërë. Okej. Intereset e mia personale. Janë personale, no? Po, e kuptoj. Dhe është më shumë se sa Mateja, personalisht. Unë nuk jam fake. Se jam erdhi motra aty. Po patjetër që erdhi motra. Atëra? Po ç'm pyet, pse më pyet? Po nëse një mesazhet. Jo, po ç'a mesazhesh, mos e ska lidhje fare ç'a mesazhesh. Ajo dihet, është gjë e ditur. Po s'pyet para kur është e ditur. Po është gjë e ditur ajo gjë. Më ke bërë një pyetje. Po ideja është më ke bërë një pyetje mbrëm te Banaku, ke thënë ti e tim. Po, sepse po i thoshe çfarë të bënte. Po. Pse duhet i thosh ti në çfarë bënte? As të duhet ty ajo. A do që ta heqësh shpresën? Pse duhet i tregosh asaj çfarë bëj? Se do ishte më e pastër tek ajo gjëja. Ti tash do të bësh edhe lojtarin këtej dhe lojtarin këtej, nëse ti je tim kjo, ti s'intereson ajo. Hidhe. Ja ta them unë. Po si? Po hidhe ti. Si? Ti e di atë. Atëherë ma le mua. Ti kur hodhe atë tjetër, po të them ty. Ma le mua pra. Ma le mua. Mua më intereson. Ty s'intereson? Mua më intereson. Po pra, edhe një herë, më bëre një pyetje. Je tim këtu apo tim këtu? Po. Tani ti vazhdon akoma e bën pyetjen, edhe sot. Jo, unë e di shumë mirë se ti. Atëherë mos e bë pyetje. Iku. E para, ra. Vazhdojmë te e dyta. Kur jetë timi këtu, pse të intereson që kjo goca të ri këtu? Sepse, thash dhe një herë, kjo goca duhet të ri këtu, ashtu siç po them unë. Më fal tash, deri dje. Po, e kuptova se s'tua ti, por ideja është që ajo mund të rrisë çdo ajo. Tash se u fiksove me këtë kapitime. Jo, po kur ti bën lëvizje me gjithë gotën, po nuk e hedh. Gota vjen këtu te kjo dorë, edhe pastaj fillon me dorën kështu. Po nuk ta derdh më jo.